me dhunë. Se arbri nuk më mbrojti mua. Brikena e famshme, që nuk lejohet që t'i afrohet 2 metra një mashkull, po dashurohet dhe përqafuan me zorë në performancën tonë dhe aty plasi një dashuri e madhe. Kjo është brikena të dashur miqë, o zot. Pak të bon aty me paranoja, o te kisha dit që të baj ka që me paranoja, ja kisha jep shansën me njoft më herët, vesh të kisha dit që të baj ty me paranoja. Kjo është dashuria me dhunë, brikena është një njeri që dashurohet me dhunë. Kishte 4 vjetë që nuk kishte kontakt me të djalin. Kur erdi këtë djali, hiku dhe dhoma rëfimit. Jo, Ledion, kjo ka Arkastile. Ledion, nuk dua Ledion, të lutem. Po flen me paranoja. Kjo është brikena e dashur që mbas performancët që ne bëm në Big Brother, kjo përqafua me dhunë. E përqafuam ne të dashur. Miq, e përqafua me dhunë. Dhe kjo tani do dashurohet. Është e dashuruara e shekullit, e dashuruara me dhunë. E të mërshme, o zot, hapu dhe hapu. Hapu dhe hapu për ty për fjallë që i nëzirë për i goje, për ty do të mu hapë dhe jo për mu. Kemi dhe bodyguardin që në ruam. Kemi bodyguardin që në ruam. Ka shumë të shqetëson një përqafim midis dy njerëzve. Normal se i përqafim ja ka marrë vëmendjen krejt, për një muje gjysi ka këtu, ja ka jeki. E dashuruara ja ka këshu poshtë i muje gjysë të që ka pas. Se nuk bën një koment të